Në qendrën kulturore Lazgush Poradeci është ngjitur në skenë monodrama Andra e Nën Terezës, Njerëzorja hyjnore, një produksion artistik kushtuar figurës së Nën Terezës. Shfaqja u interpretua nga aktoria Justina Aliaj, ndërsa regjia mban emrin e Gzim Kame. Në këtë monodram, publiku u njoh me një rrëfim skenik që sjell në fokus dimensionin njerëzor dhe shpirtëror të Nën Terezës, përmes një interpretimi të ndjerë dhe të përqendruar. Është shumë e vështirë, është jashtëmos e vështirë. Është përgjegjësi e madhe. Them gjithmonë është përgjegjësi e madhe. E sidomos nuk ke shumë lehtësi kur je monodram, je vetëm, nuk ke asnjë lloj nimet, ke vetëm personazhe imagjinare, cilët mundosh me jetësu. Është e vështirë, është në të njëjtën kohë roli më i madh për mua edhe ndërrimi më i madh që mundet me ketë. Nga ana tjetër, regjizori Gzim Kame theksoi se monodrama si formë artistike paraqet një sfidë më vete, pasi kërkon mbajtjen e vëmendjes së publikut vetëm përmes një aktori në skenë. Ai u shpreh se pavarësisht kësaj vështirësie, aktoria arriti ta përballojë me sukses, duke sjell veprën në mënyrë të arrirë artistikisht. Jo çdo aktor mund ta përballojë monodramën. Aq më tepër në këto lloj monodramash që janë filozofike, kanë mesazhe të mëdha. Unë jam ndjej një kënaqësi shumë të madhe që Justina me këtë pasionin e saj të jashtëzakonshëm, me një vullnet të saj të çuditshëm, arriti në një kohë të shkurtër të ndërtojë një monodram dhe të përfaqësojë një nga figurat më të mëdha që është botërore, si Nën Tereza, dhe për këtë jam shumë i kënaqur. Shfaqja u prit me duar trokitje nga publiku pogradecar. Sipas organizatorëve, monodrama pritet të vijojë rrugtimin e saj artistik edhe në disa qytete të tjera të Shqipërisë.